Një histori e rëndë dhe shumë emocionale po prek publikun në Big Brother VIP Albania 5, ku banori Mali u përball me një nga momentet më të vështira të jetës së tij personale. Pas vitesh pa asnjë kontakt me të atin, produksioni i ofroi Malit mundësinë për ta takuar brenda shtëpisë së Big Brother, por ai mori një vendim të fortë dhe të dhimbshëm, refuzoi takimin. Me lot në sy, Mali u shpreh se nuk ndihej gati për një përballje të tillë përpara kamerave dhe publikut, duke theksuar se kjo është një plagë që kërkon kohë dhe qetësi për t'u shëruar. Ai tha se një takim mund të ndodhë në të ardhmen, por jashtë spektaklit, larg presionit dhe vëmendjes mediatike. Ky moment preku jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe publikun, i cili reagoi fort në rrjetet sociale. Ndërkohë, jashtë shtëpisë së Bvit, babai i Malit ka bërë deklarata shumë të forta për mediat, ku ka folur hapur për marrëdhënien e thyer me djalin dhe për ish bashkëshorten e tij, këngëtaren e njohur Violeta Kukaj. Ai u shpreh se ka qenë vetë personi që e ka mbështetur dhe ndihmuar Violetën në hapat e parë të karrierës, duke deklaruar se e ka bërë yll dhe se ajo, sipas tij, duhet t'i kthehet realitetit. Këto deklarata kanë shkaktuar reagime të shumta dhe debate të forta në rrjet, ku publiku është ndarë mes atyre që mbështesin vendimin e Malit dhe atyre që kërkojnë një pajtim familjar. Historia e Malit po shihet si një nga rrëfimet më të forta emocionale të këtij edicioni, duke treguar se pas famës, kamerave dhe lojës, fshihen dhimbje reale dhe plagë familjare që nuk shërohen lehtë. A do të ketë një ribashkim në të ardhmen? Apo kjo histori do të mbetet një kapitull i hapur? Mbetet për t'u parë.